Që nga romanca e Gjesit dhe Eglit në mediat roz është mjaft i përfolur dhe raporti i Eglit me familjarët e këngëtarit. Pasi qarkulloi një video teksa Egli injoroi totalisht nga familja e Gjesit, ajo ka reaguar me një veprim. Nga fansat, veprimi i Eglit ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, pasi ajo kishte hequr nga lista e ndjekësve motrën e Gjesit, Blerinën, edhe pse kjo e fundit nuk e kishte asnjëherë shoqë në llogarinë e saj. Fansat e çiftit kanë aluduar se raporti i tyre nuk është në gjendjen më të mirë, por vetë personat nuk kanë bërë ndonjë reagim të tillë. Kujtojmë se në festën e organizuar nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Gjesi dhe Egli ishin shfaqur së bashku dhe më të lumtur se kurrë. Nuk dihet nëse marrëdhënia e familjes së Gjesit me Eglin është e komplikuar aq shumë sa duket në rrjetet sociale. Dhe nga ana tjetër, na duhet të themi se Gjesi pasi doli fituesi i shtëpisë më të famshme, dha një intervistë ku deklaroi se të gjitha gjërat që ka thënë për Eglin brenda shtëpisë qëndrojnë edhe tani pas daljes, duke deklaruar se akoma nuk ka ndjenja për të. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.